Shkruan Ylli Pata. Kur Gazmend Bardhi prej kohësh u kap me presidentin Bajram Begaj, u kap si një trill personal, si një inat ndoshta subjektiv i tij me kreun e shtetit. Por zyrtarizimi i një akti të tillë politik siç ndodhi, pra ajo e kërkesës për shkarkim të presidentit të Republikës, u pa që nuk ishte një trill i Bardhit, apo një problem ndoshta paksa i brendshëm, me që të dy janë nga krajina e Kavajës. Duke i hyrë kërkimit të një logjike, sërish është e vështirë, pasi duket se këtu kemi të bëjmë me proverbin "s'kan që bëjnë gomarit i bjen samarit", nga që rivali politik i Partisë Demokratike, kundërshtari për të mundur, sulmuar, akuzuar e ndoshta vrarë politikisht është Edi Rama. Presidenti Begaj nuk është aktor në fush, madje nuk ka hyrë asnjëherë në lojën mes palëve. Aq herë që e kanë kërkuar ta përfshin ka qenë pa sens. Në fakt nuk është hera e parë që opozita përkatësisht PD ndron apo gabon shënjestrën. Me dashje apo pa dashje, kjo është tjetër mesele. Për të kthyer në rastin që lidhet me ngjarjen, PD harxhoi që pas 2023-shit energji të pafund në luftë kundër Erion Veliajt. E sot çuditshëm shikojmë një sjellje ndryshe. Duket qartë se kemi të bëjmë me një zhgënjim ose shtirje sikur janë zhgënjyer. Megjithatë në thelb, ç'pun ka opozita me Bajram Begajin, kur normalisht së paku nuk kanë përse ta bëjnë armik, edhe sikur të jetë ajo çfarë thot ajo apo njerëzit rreth saj se presidenti është një ushtar i Edi Ramës. Në betejë sulmohet generali, komandanti, në mënyrë që të ketë kuptim fitoria apo disfata. Një betejë politike kundër Begajit nuk ka sens, dhe pse presidenti nuk ka hyrë në lojë si Ilir Meta kur hidhte poshtë dekretet e qeverisë apo ç'dekretonte zgjedhjet që kishte dekretuar vet, si dhe zhvillonte mitingje para presidencës. Begaj nuk është lojtar politik për të mundur, sepse nuk drejton ndonjë parti politike. Por duket se në këtë rast PD, përkatësisht Sali Berisha, mendon ndryshe. Ai po e konsideron presidencën si një objektiv politik për të sulmuar. Ajo që vjen natyrshëm si hipotezë në shkaqet e këtij sherrri paksa si absurd, nuk është as pak teza se doktor Bajrami ditën punon në presidencë dhe natën në klinikë private. Një fantazmagori që duket se vjen nga një mendje që ka abstinencë me bluzën e bardhë që sapo hyri në selinë e presidencës. Por kjo më shumë se çështje kushtetuese është problemi i shëndetit mental. Gjithsesi problemi ka lidhje dhe sa të duash me politikën. Afrimi në presidencë të disa prej eksponentëve të PD-s duket se është konsideruar si një problem i madh nga shefi i Gazmend Bardhit. Në fakt, selia e presidencës së Bajram Begajt ka më shumë demokrat se çka pasur çdo seli e shtetit shqiptar e drejtuar nga eksponent të PD-s. Sali Berisha, Aleksandër Meksi, Jozefina Topalli etj. Nuk kanë pasur të punësuar kaq eksponent të lartë politik të PD-s, që nga Ilir Usmajli, Klement Zguri, Ferdinand Xhafera, Erta Sakja, por edhe të tjerë emra që vinë nga e djathta punojnë si profesionistë të fushave të tyre në institucionin më të rëndësishëm të shtetit. Një fakt që teorikisht nuk duhet ishte problem për PD-n, që së paku mund të kishte më thjesht urat për kontaktet e komunikimit. Por fakti është se PD nuk komunikon me presidencën pikërisht për ekzistencën e demokratëve atje, pasi Sali Berisha i konsideron tradhtar, ndaj po sulmohet Bajram Begaj, nga që po konsiderohet si mbështetësi i një grupi brenda së djathtës që nuk janë dakord me Sali Berishën. Ndoshta edhe ndonjë grupim apo parti e re në të ardhmen. Të jetë vërtet vallë, do të ishte shumë spektakolare. Fundja, pse janë mbledhur kaq shumë demokrat në presidencë? Teoritë e konspiracionit dhe fantazia e shfrenuar që mund të prodhojë shupi, thjesht janë në fillimet e saj.